Që është më mirë të përmendimin tam. Derisa të diskutojmë, ka nisur seanca dhe kalojmë audion tjetër, salla plenare. Të pranishëm 113 deputet. Kemi mbetur të pika e 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe vazhdojmë në këtë seancë me këtë pikë. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3 dhe 5 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK, Nisma, nuk kanë propozuar anëtar të Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimmarrje, andaj ju ftoj që sot t'i propozoni kandidatët. Vazhdojmë me PDK-n. Në radhë është LDK, Lista Serbe dhe AK Nisma. Ftoj deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Në bazë të rezultateve që kemi marrë, më duhet edhe njëherë t'ju kujtoj se gjykimi i gjykatës kushtetuese numri 119, thye për 14, ka 28, i obligon deputetët të votojnë për, votojnë kundër, të abstenojnë, por jo edhe të mos votojnë. Në bazë të atyre që kanë votuar, kemi 56 deputet që kanë dhënë votën për, 1 është kundër dhe asnjë abstenim. Seanca ndërpritet, shihemi me 9 maj në orën 10. Ardën prapë kipun. Pra, po e shihni që po vazhdon në abuzimi i të drejtës kushtetuese e cila i takon partisë së parë për ta propozuar një kandidat dhe në mungesë shumicës parlamentare për ta zgjedhur atë kandidat apo atë kandidate, lëvizja vetëvendose e ka marrur shtetin peng dhe po i mban konstruimin e institucioneve peng. Ky është një degradim për cilin asnjë se kemi paramenduar që mund ndodhë ndonjëherë. Ky është edhe dhunim i verdiktit qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse pas nesër bëhen 3 muaj që i kemi mbajtur zgjedhjet
dhe aty zgjedhje e kam prodhuar këtë përbërje të kuvendit, e cila e ka për obligim që ta konstituoj kuvendin e Republikës Kosovës, organizmin, institucionin ma përfaqësues të secilit shtetar, por tendenca imponuese e lëvizjes vetëvendosje, mos pajtimi i tyre me faktin që s'kan shumicë dhe s'do të kenë shumicë parlamentare, po e mban peng këtë proces dhe e kalon Kosovën pa institucione legjitime. Si Partia Demokratike e Kosovës, ne kemi qëndrimin e njëjtë që kemi pasur që nga fillimi. Ne besojmë që vendi duhet me i pas institucionet e konsoliduara, që kuvendi duhet me u konstituu dhe se qeveria e re duhet të votohet, por për ndodhur kjo, se cili duhet ta luajë rolin e vet, përgjegjësinë që ka marrë nga qytetar, po në radhë parë partia që ka dalë e para. Zgjidhja është tashmë evidente. Duhet me undrru kandidatja e cila ka dështu dhe do dështoj sa herë që të vjen në kuvend, ndaj edhe një herë e ftoj deputetin Albin Kurti që të na tregoj a ka më të rëndësishme Albulena Haxhiu na 1 milion qytetarë që kanë votu në zgjedhjet e 9 shkurtit, sepse nga ajo që kemi pa deri tash, Albulena Haxhiu është më e rëndësishme për të dhe për vetëvendosjen se sa votat që i kanë marrë ata. Siç e dini, sot kam mbledhjen e kryesisë, është mbledhje rregull që ta dini, ne i mbajmë mbledhje të mërkurave dhe do ta diskutoj me kolegët e mi këtë propozim që tashmë e keni pa dhe ju në media, kam lexuar edhe unë e që e ka dhënë zoti Abdigjiku. Sa po të përgjigja që këtë çështje do ta trajtojmë në mbledhjen e kryesisë. Nuk ju jap përgjigje para se me i respektu kolegë. Fillimisht do të bisedoj me kolegët e mi, të cilët e kanë besimin e votuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të cilët e kanë edhe përgjegjësinë si organ ekzekutiv. Po normal, po në herë do të diskutoj me ta, juve ju njoftoj se s'është shumë vonë, sot masdite do t'ju tregoj. Megjithatë, çka i duhet Kosovës është konstituimi i kuvendit edhe i duhet një qeveri. Ju preferencën time e dini prej fillimit edhe angazhimin e Partisë Demokratike të Kosovës e dini prej fillimit, por normalisht që ne jemi të hapur, jemi të vetmin që kemi diskutuar me krejt. Unë e kam takuar të gjithë. E kam takuar bashkë secilin lider. E kam takuar edhe Albin Kurtin, sepse ne si PDK kulturën tonë politike kemi dialogun, jemi të gatshëm me i dëgju tjerët edhe kur s'na pëlqejnë, edhe kur pajtohemi, me pas cilat janë mundësit, me i dhonë venit institucione së qytetarë nuk na kanë votu për me ardhë të çdo 2 ditë dhe me u tollë me ta një kryesues i kuvendit të cilin e kanë marrë penge dhe ato lëvizat vendosje duke ja imponu çka me bo e ai nuk shkon as si maskenarit që ja ka dhënë sekretaria. Pra, ne kemi përgjegjësi ndaj qytetarëve, kemi përgjegjësi ndaj votuesve tonë, por dhe ndaj atyre që s'kan votu fare, si janë qytetarët e Kosovës. Dhe për këtë arsye, unë jam i gatshëm i dëgju gjithë, jam i gatshëm me komuniku me të gjithë dhe me i dhonë një zgjidhje e cila është meritore për vendin tonë. Kështu që edhe për këtë çështje që e di që prej dje e keni me rëndësi me një përgjigje, kam qenë shumë transparent, ju kam thonë sot do t'i takoj kolegët e kryesisë, ka rastisë që tjetë edhe mbledhja rregull dhe normalisht që pas asaj do t'a jap edhe një konstatim për çoj për këtë propozimeve konkrete, urdhno. Jo, dini se si kam mik asnjë takim, e kam takuar Albin Kurtin, normalisht që kolegët e ish opozitës i takoj edhe ma lehtë edhe ma me dëshirë. Po. Interesant që pyetja ma ka bë edhe Albin Kurti. Po unë nuk mendoj që ne duhet me dhunu këtë nuk thash që është pyetja, unë thash që të njëjtën pyetje nga bërë që s'po zhbllokoni. Nuk mundem me dhunu kuvendin duke ja vendosur me votat tona në krye një person i cili nuk i bën nder këtij vendi. Nuk i bën nder këtij kuvendi. Nuk mundem me bë kryetare të kuvendit dikën që ka polarizuar këtë kuvend. Dikën që ka hedh gaz lotësjellës në sallën e këtij kuvendi. Nëse i kish pas votat Albin Kurti, ne kishim punu.
nështë na e zgjidhje dhe ma të keqe se sa Zoja Haxhiu. Pa ai si ka vota. As si ka për vete më bë kryeministër, as si ka për Albin Haxhiu më bë kryetar të kuvendit. Dhe në situatën aktuale nuk mundemi ne qoftë as për pushtet me e dhunu institucionin më të rëndësishëm në vendin tonë. Është zgjidhje shumë e thjeshtë. Duhet me sjellë një kandidat apo një kandidate që për një me mundet me marrë 61 vota as popullit, dhe ju e dini që ka ti. Tashmë ka dhe emrat që dihet që do të kalojnë.